Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takojmë në emisionin Pasion dhe Profesion. Jeni bashkë me mua Ariana Berishën dhe ne si çdo herë do jemi bashkë për të zbuluar receta të ndryshme. Unë dua të falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Pasion dhe Profesion, ku pa vegetën dhe pa erëzat e Podravkës nuk do kishim mujt me realizu asnjë recetë këtu pra. Gjithashtu besoj që edhe në shtëpitë juaja e keni njësoj. Këtë vetë, pra, emisioni Pasion e Profesion ka pas ndryshime. Ne kemi vendosur me sjell edhe kultura të tjera në Pasion dhe Profesion. Nuk po ju zbuloj tash më shumë, sepse do vazhdojmë me një recetë të përgatitur nga Andi, kuzhinieri jon, por pas pak, qëndroni me ne, sepse vetëm pas pak do zbulojmë më shumë rreth edicionit të ri të Pasion e Profesion. Përshëndetje, sot kemi bërë një linguinë me krakalec, kemi vendosur. Përbërësit që na duhen janë krakaleci, kongollesha, domatinat, pak gjallë në fund edhe pak djathë parmezan. Kongollesha. Pastat mozi, bene 80 gram për 1%. Pasta është gati, fillojmë me montimin e pastës në pjatë. Ndosëm së bashku edhe recetën e përgatitur nga shef Andi, ndërsa tani do shikojmë diçka vërtet veçantë. Këto e kam edhe flamurin e Zvicrës, që me ju tregu që ne kemi qenë në Zvicër, kemi udhëtu prapër në Zvicër dhe kemi vizitu disa restorante të shqiptarëve atje. E dim që shqiptarët në të gjithë botën na bëjnë shumë krenar me sukseset e tyre, por Zvicra ka qenë një nga vendet e para cilat kemi vendos me i vizitu. Ndjekim se si kemi kalu atje, çfarë kemi parë, çfarë kemi mësuar nga kultura e ushqimit dhe rikthehemi këtu me dy mysafir shumë të veçantë, por qëndroni me ne sepse nuk po ja u zbuloj tash mysafirët. E ne sot jemi në Zvicër, jemi në qytetin e bukur, të mahnitshëm dhe piktoresk të Cyriut. Cyriu pra ka një
jetë një gjallëri shumë dinamike, gjithashtu pra e cila përfshin të gjitha, historinë, kulturën, por edhe inovacionin modern. Cëriu ka një histori mbi 2000 vjeçare, duke nisur si një vendbanim romak i quajtur Turikum. Unë do të falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Pasion e Profesion, por gjithashtu po ju tregoj që sot do vizitojmë një restorant shumë të famshëm këtu në Qyri, një restorant të shqiptarëve. Do udhtojmë pra nëpër disa vende të Evropës, të cilat nuk po ja u zbuloj tash, po ju zbuloj vetëm Zvicrën, ku do vizitojmë restorante të shqiptarëve, do shohim më shumë rreth kulturës së ushqimit këtu në Zvicër, por edhe në vendet e tjera. Qëndroni me ne deri në fund për të zbuluar më shumë. Shikues dashur, jemi në një ambient tjetër tash, pasi pamje dhe atë pamjen e bukur të qytetit të Cyriut. Ju tregova që kemi ardhur tek një restorant shumë i veçantë dhe këtu bashkë me mua është Artan Berisha, një kushëre, a më thon Artan? Qa të jemë? Artan, faleminderit shumë që na kemi rikprit këtu. Është vërtet kënaqësi e madhe me ardhur dhe me pa këtë restorant kaq të mrekullueshëm, po gjithashtu edhe një ushqim shumë të shishëm. Mirë se një ardhë, mirë se nga keni nderu këtu. Arsyeja kryesore që deshta me bo këtë storje pra nga fundi i restorantit është kjo foto. Na tregove pak jashtë kamerave, po unë kisha dashur që për gjithë shikuesit me tregu më shumë rreth kësaj fotografie. E dim që po besoj që ata që kanë qenë dhe kanë vizituar Gaucho, okej. Gauchon, se çfarë gjuhë është? Spanjollisht. Ky është kauboj i Amerikës Latine. Simboli i kaubojit për në Amerikë Latine. Edhe është, e kemi marrë këtë temë, se kemi fillu me importimin e mishit prej Argentinës. Edhe qysh mi është shpjegu njerëzve mas leti, çka bojmë na është Gaucho. Gaucho, edhe me kaj kauboj i Argentinës, është sinonim për mish. Se ata vetëm me bakti merën, edhe që kjo ka në arsyeja pse kemi marrë Gaucho. Edhe mishi vjen për Argentinës, si stash e importojmë na vetë, e lidhet komplet me atë idenë, atë konceptin tonë që kemi pas po. Ideja e restoranit ka ekzistu qysh në fillim prej fillimi kur kam filluar në gastronomi, ka qenë kjo ideja eme që me bo një restoran, mirë po me bo një restoran në cilin nuk lidhet restorani me mu si person në atë kuptimin me bo restoran italian që mu lidh me mu me person se unë nuk jam italian, nuk më dasht as mu shqit si italian. Edhe në gjithë më kom punu në për restoran italian, edhe kuzhinën që e kemi mësu, që e kam mësu une, ka qenë kuzhina italiane, me që ato e mi rritë këtu në Zvicër. Edhe qysh me qelë një restoran i cili mbulon këtë ato epshet kulinarike të mia, po mos me qenë italian, mos me konë, nuk pa, shqiptare me qelë, edhe në dyqyshëm, për mu nuk ka bo, edhe tani kemi ardhur deri te ide me një shok temin, kemi fillu me importu mishin për Argentinës, edhe kjo ka qenë njëkohësisht edhe ajo pjesa, asaj puzzle të madhe, që ma ka hek mu atë problemin e restoranit, qysh me qenë restoran, mos me qenë italian, mos me qenë kësi, po me qenë ato çka duhen e vetë. Kështu që i kemi marrë si pjesë të Italisë, kemi me antipastit, cilët i bojmë në shtëpi. Gjithat bojnë me senet freskëta këtu në kuzhinë tonë, vogël çdo ditë. Po e shohim edhe kuzhinën, gjithashtu edhe kuzhinierin këto që... Kuzhinieri është Niko, këta e kemi prej Greqisë, edhe ndim se është... Hi Niko, hi! Meri, edhe kjo është nga Greqia. Fotot që e pa atje, ka qenë ideja para 12 viteve, kur kemi dash me bo restoranin. Kur e kemi pa këtë lokacion këtu, na ka pëlqyer shumë se ka qenë shumë autentik, shumë mirë. A është ndoshta arsyeja e suksesit kjo thjeshtësia? Arsyeja e suksesit ndaj ne është thjeshtësia e
konceptit, sesia, ata persona që vinë këtu, ata e dinë për çka po vinë. Nuk vinë njerëzit rastit, se që keni po edhe ma ere, këtu kuzhinë e mina është një vend që s'kalon asnjë njeri, është shumë i msheft, duhet me ditë kush, duhet me ditë ku po shkon. Edhe kjo arsyeja që kemi mbjetu ka gjatë, ka qenë vetëm kjo qartësia e konceptit cilin e kemi pas. Çka shesin këto edhe këto. Domethënë shesin kvalitet antipasti, shesin kvalitet shumë port mishit, cilin e importojmë vetë edhe e kontrollojmë vetë. Apo na tregon pak edhe rreth historisë këtyre fotografive. Përveç asaj fotografisë parë që po që ka qenë lokali, që ka qenë një garazh, e kemi pa edhe disa pjesë personale të artanit këto. Personale është për shembull kjo këtu. Kjo është fotografia e tabelës rrugës ku jemi ne. Tjetra është kjo është kandi jem. Kandi personal. Kandi personal jeme, kuzhinët prindë mi, unë me motrën, këtu familja, gjithë familja ku kemi qenë pushim, edhe këtu është një shok jam i ndjerë, që i kam njëftu këtu në restoran, edhe kemi, ka vdek shumë i ri në gratë, edhe e kam në gjitë këtu për me pas energjinë e tina këtu, që është shumë djali mi. Këtu i kena do shoqet mija, cilët i nërë të edhe ata e kanë një farë party brand, jo party, po kanë një farë levizje, brezi ju më bojmë party, bojmë gjithë shka për promovim të kulturës shqiptare, edhe ato janë shumë qikat mira, edhe ato i kom qitë tu. E kuptum edhe çka ju bën më veçantë. Përveç vendit, cilin keni vendosë prej, më me thonë, kur gjo heq, e bo një restorant me ushqim kaq mirë dhe kaq bukur, po tregona për gjithë ata që nuk kanë qenë ende këtu në Tyren tek Artani, si i fton? Thjesht, kujna e pëlqen thjeshtësia, kujna e pëlqen kvaliteti, kujna e pëlqen mjeshtria pregaditjes që duhet e mishit, mirë se na veni. Nëse keni qef ambient si në Kosovë, edhe që shesim sene të ndryshme si në Kosovë, mirë po ka, desha të cekë edhe ma herët, kemi këtu dhe shpesh sene që shqibojmë në Kosovë, për shumë, bëjmë atë qyftet e shpisë, shqibojmë, bojmë pite me spanak, bojmë specat nushme, me mes krejt këto i bojmë, jo si gjellna që i shesim, mirë po i bojmë si pjesë antipasti. Kështu do me thonë antipasti, nuk do me thonë që me qenë vetëm italian, kemi... Po besoj që edhe këto që i kemi tradicionale ne, i provojnë shumë edhe tuajt, jo veç shqiptarë. Absolut. A i kërkojnë, apo ja propozoni ju? Po, kjo thjeshtësia e këtij restoranit vjen edhe me ato që ne kemi një menu kartë e cila i ka 5 paragjella, kemi dy peshqit ndryshme, një pjatë për vegetarian. Pjesa tjetër është vishmesh, kështu është qedh, thjeshtësia e këtij restorani. Kështu që kush vjen këtu nuk propozojmë për shtepin, nuk imponohem, mirë po i tregojmë çka kemi në antipasti. Edhe këtu 95-99% personave që vinë këtu hajnë antipasti, një copë mish ose një diçka peshk ose amo këtu sene që jemi. Amo antipasti është gati si standard këtu në secilën tavolinë. Merret për 2 persona dhe secila tavolini merr 5 pjata ndryshme. Varësisht çdo javë ndrohen ato. Dhe varësisht çka kemi ato i prezantojmë dhe tani ata shërbejen si të shtëpia, pak ashtu dhe jemi edhe tek këndi i verërave, për gjithë ata që i adhurojnë, që kanë qef me pi nga një gotë, nga një shishe, e dim edhe ti që je një marakli i verave. Mas pari marakli, numër 1 në s'kom qef me pas vena, cilat janë të njoftë, cilat janë, na i thirin këtu venat me etiketa cilat i njofin gjithë. Mirë po në për sicilën si kom opcionet e mia, cilat shkojnë në drejtime të ndryshme këtyre venave që janë të njoftuna, që kanë bo emën e që paguhet ma shumë emëni se vena. Venën e kom pasionën,
pi gati si njësoj ujë edhe kur jem funa. Amo kemi lloj-llojshmëri në vena, amo vetëm spanjolle, italiane edhe të Argentinës. Të Argentinës për shkak se ka nevoj vendit për punë të mishit të sene, jo që jemi restorant Argentinas, mirë po e lyp, shme thonë e lyp veni, pak me pas edhe do vendat të Argentinës. Kështu që i kemi 4 të Argentinës, shumica e tjerave janë italiane, si mos Toskana është veni maj preferumi jemi, për vena edhe për me shku në pushim normal, edhe kemi pak spanjolle, pak po të mira. E për gjitha ata adhuruesit e ushqimit, por edhe të venave, janë në Gaucho. Tash e thash mira, po? Shpejt po mëson edhe. Ata faleminderit shumë. Faleminderit edhe Ishte ju vërtet shumë. kënaqësi e madhe edhe me ardh këtu, me shiju ushqimin, me pas këtë shoqëri kaq të mirë, por gjithashtu edhe me pa këtë vend kaq të bukur. Faleminderit shumë që keni pranuar. Faleminderit që keni qenë, edhe mirë se vini kushdo që vini. Ma shumë se të shtëpia s'muj me ofru, po si në shtëpi keni me pas, komu vrengosu në për atë punë. Faleminderit shumë edhe një herë. Gjithashtu. Faleminderit. E paqë sa mirë kemi kalu dhe çfarë ushqimi kemi provu në Zvicër, tek një shqiptar atje shumë i suksesshëm, por tani është koha për mysafirët në studio. Këtu bashkë me mua do të jenë Giorgio dhe Niko nga Zvicra. Po i presim pra në studio. Giorgio, Niko, welcome. Hello. How are you? How are you? Very Welcome nice, here. thank you. Welcome to Kosovo. Thank you very much. Finally, Yes, I think. we made it. Giorgio dhe Niko realisht kam pas shumë dëshirë me e vizitu Kosovën, kur kemi qenë në Zvicër të kemi bisedu, dhe ja pra, ka të shpejt u bë puna dhe erdhen edhe me na vizitu këtu, por njëkohësisht me përgadit ushqim këtu në studion e Pasion dhe Profesion. Welcome, you can be in your places. Thank you very much. It's a pleasure to have you here. Thank you. Pra është vërtet shumë kënaqësi e madhe, sepse kanë marrë mundin dhe me ardhë veç me xhiru, me na mësu më shumë receta nga Zvicra. Oh, yes. Can I help you? Yep. Okay. Thank you. Pra, po i vendosin edhe për parësit nga Podravka. Çfarë kënaqësie, çfarë ndere. Por, njëkohësisht kanë me përgadit edhe ushqimet e tyre me produktet e Podravkës. Normalisht nuk kemi se si me përgadit pa produktet e Podravkës, pa erëzat e mrekullueshme. Giorgio, Yes, please. are you okay? I'm very nice, thank you. Did you like Kosovo? Yes, I saw a little bit. A little bit. Yes, but So we hope you see more yes, I hope and so. you like it. Yes. Until I see now, it's very nice. Oh, It's very nice. Thank you. So what are you cooking today? Po i pyes se çka janë duke përgatitur sot, çka kanë me përgatitur në studion e Pasionit. Today we will make an octopus salad, like a cold dish, as we present it also in Gaucho, from this side. From the side of Yorgos, Yorgos knows. Okay. Un po e thras Jorgos, Yes, please. George. I'm calling you George. Please call me George. It's very nice. What are you doing today? So today we're gonna cook tuna, and I will take this technique from Italy and start vitello tonato. We're gonna make tomato with tonno, with tuna together. And for the flavors inside, I will put one guacamole. So in the top I will tomato, then I will the tuna, which I make it one crust from sesame, black and white, and in the top then I will put the guacamole cream. Okay, I can wait to try them. I think that it sounds delicious. Thank you very much. I can wait to try them, so you can start. Thank you. So, what inspired you to become a chef? Excuse Nicole? me? What inspired you to become a chef? Inspired me, first of all, my mother, I think, Okay, because why? she was a very nice cooker in the house. And second, I think, her mother, Okay, from the village, that she was cooking in the wood oven and all this situation. I was very surprised of all this like a kid.
So I follow this dream. Okay, and you, Yes, please? George? Yes. What inspired you to become a chef? I just was a little kid, I passed through from one kitchen and I said to myself, I like this job and I will take it. Okay, that's a nice one. Yes, yes, that was an idea. So, what's your most liked food? Actually, I'm coming from Greece, so I like to cook all over the world, but in my heart I have Mediterranean food. Yeah. So I like to cook with a lot olive oil, lemon, a lot of the ingredients that is coming from the earth. So the taste is something like I like it to make these combinations. Okay, can you tell us more about the differences that are in Greece and in Switzerland? In the middle of Europe, they're cooking something else. They use it a lot of butter, cream also together. In Mediterranean kitchen, we use a lot of olive oil. We make it more fresh in the ingredients. And actually, in the middle of Europe, in Switzerland, we take a lot of techniques from a lot of countries. So we take from Italy, we take from France, and we take from Deutschland also. So we make one combination in this country of these another countries. Okay, so I think you need to take some products from there. Of course. Kemi ETC pra, mundeni me I marr produktet. Thank you. Nico, you need some products there, I think. Të këndi ETC-s pra, normalisht që mundeni me I gjetë të gjithë përbërësit dhe të gjitha gjëra që ju duhen për shtëpit e juaja. Kështu si që ja bëjnë edhe Nico dhe George. Giorgio. Take your sense. I'm Are okay you done? also. Yes. Do you need something else? No? Okay. Until now it's Don't everything. think so, I'm okay. Also. What is your favorite dish to cook and why? My favorite dish, I couldn't say that it's something specifically because I like to cook everything. Okay. Now in the restaurant that I am, we are specialized in the grilling, from Argentinian beef and all this. And we are specializing in some like antipasti plates, like small meze, as we say in Greece also. So the concept is this. And what about you? What do you like to eat most? To eat, I like pastas. Okay. also. And the meat, yes. It's something of the favorites. Okay. So. When we are in Greece, we have many varieties of fishes also, like I think also here. And in Greece, we are eating too much fish and octopuses and sea things. So in Switzerland, it's more difficult to find this, but we are managing. Okay. So you can start. You can feel Yes. free to start. And what is your favorite dish to cook? Dish. I have a lot of favorite dishes. Actually, after 25 years in the kitchens, I prefer to make techniques. So something like I don't tired so much the ingredients and I like the flavors come inside for one dish. So actually, I love cook fish. Also, I like to, in Switzerland, they like it a lot, the vegetarian kitchen, so vegan kitchen. So I make it something like more special in that. So it's actually very complicated, but it's very simple. And you have to have knowledge. So I love it to cook also that. Okay. Can you teach me something? Of course, of course. You're vegetarian or something? or- No. Okay. I don't eat meat much, but I'm not vegetarian. Okay. So today I eat meat. you eat meat. Yeah, of course. Yeah. You have to. It's very nice. So here I make the tuna. I take one very nice piece, which is the middle of the tuna, and it's compact and the taste is fantastic. So it's like filet. And I put it a little bit salty on top, and then I will make it inside the sesame. So I make one crust Okay. from the sesame. And I keep going for the recipe. You can save it for me because I will eat it all. Okay?
po good job. It looks Thank you. delicious. Thank you very much. I hope you like it also. And what are you doing here? Hello. So, I have the tuna here, and Okay. I make one very nice crusten with sesame, and I will cook it in the very big temperature in the pan, and then I will leave it in the other side. Here I make the guacamole cream, Okay. which I make the dish, and of course very nice tomato of quality. Okay. Okay, so I'm waiting a little bit to make it hot, the pan, and after I start cooking and finish the dish. Okay. I will help you. Yes, here. thank you. So you can continue. Thank you. I think the fish is ready. Then here I have one crema from avocado. It's like guacamole, but I have it with lemon inside, olive oil, salt, and that's it. I will put a little bit in the top, just to have the creamy. And after I will make my decorations with a little bit beetroot leaves. Çfarë pjate pra shikues dashur, ka që thjesht, po ka që po duket e shishme edhe kështu e dekoruar shumë bukur. So, Looks very good. thank you. And the plate is ready. Thank you. Enjoy. Thank you very much. Welcome. Giorgio po e bën edhe një recet, diçka me bukën e premiumit. Se shka ashtu bo, atëherë e provojmë në fund, sepse na tha që më duhet pak bukë me e bo diçka që kombinohet me tunën. So I'm telling them that you are preparing something with the bread Yes, of course. from Premium Bakery. So I'm looking forward to see what you're doing. So, I have very nice guacamole. So I can take this amazing broth and I can put it in the pan with a little bit olive oil and give it one very nice crust. Okay. And after I will finish it with a little bit this amazing salt, olive oil, and in the top guacamole with a little bit flavors also. And I think it's very nice combination with the this tuna. with the tuna together. Yeah, okay. So can wait to try it. Yes, of course. I will make again hot my pan, not very much. I will try to cut it. Pra, një recet që mund ta bëni lehtë në shtëpitë e juaja me bukën e Premium Bakery, ashtu siç po e bën edhe Giorgio. Pra një recet shumë e lehtë, shumë e thjeshtë me bukën më të mirë nga Premium Bakery, por gjithashtu që mund ta këto lloj pjata mundeni mi përgatitë edhe gjatë muajit Ramazanit, pra në shtëpitë e juaja. Do keni nga një ide kështu për çdo javë se çfarë të përgatitni, nuk keni nevojë me u lodhë me mendu çka keni me përgatitë. Pra mundemi edhe me shku me i provu. We can try them now. Please, with my pleasure. We have to go there and to try Yes, it. of course. Pra ta shkoa edhe me i provu këto pjata të mrekullueshme nga Niko dhe Giorgio. Pas kemi një befasi shumë të mirë këtu në studio. Mirë se ardhët nga Zvicra pra në Kosovë. Na pas kanë ardhur na imi bashkë me Artoanin. Sa kënaqësie e madhe. Edhe bashkë këtu keni gjetë kohën me ardhë dhe me provu ushqimin. Koha drejt. Na e dim kur është mirë. Është shumë, por i këtu në mes prane. Është shumë kënaqësie madhe me ju pas edhe këtu. Prej Zvicrës, me anë Kosovë, me pas një kështu moment tjetër në studion ton, edhe gjithashtu me kuzhinierat e juaj.
Me përforcim kësi. Qysh ka lut rrugës? Në vi, kretë, i me i knaqë. A ju kish marrë malli për Kosovën? Shumë. Unë kesh ja unë e kalume mirë, po e pashtë edhe kësi herë edhe ma shumë ka marrë malli. Sa ma shpesh po vija që Sa ma shpesh është ma shumë. Normalisht. Po i thrasim pra edhe Nikon dhe Gjorgjo, unë po i thëmë Gjorgjo, se po e kam emisioni edhe është ti më nëshme. edhe mja ndru emrat krejt. You can come. Edhe po i provojmë bashkë ushqimet, pra. Qësh është ndjenja më artë në studiot pasionit, me pa të përgadit ushqime dhe me provu ushqime një kësisht të? Ndjenjë speciale se deri tash e kemi pa vetëm televizion. Dhe tash përshojmë që është tu mrenda, një farë atmosfere kejt tjetër tash. Po shpresoj që jemi duke ju prit që na keni prit ju atje. Ushqimi deri tash po duket top të kësi. You can tell the people that are watching the show, how did you make those plates? How did I make? If you want to start. We start by boiling the octopus. It's about 2 hours almost. We check it if it's soft and all this. After we marinate it with a bit of soya, with a bit of salt, a bit mixed peppers inside, and we make it like a cold salad in our bowl. After we plate it like this, and we put very nice herbs, fresh herbs on the top to give us the freshness, and we have a gel of mango in the middle. Okay. Me, Thank you, Nico. You're welcome. and me, I just cut the tomatoes, I marinate it with olive oil and salt. Then I take the tuna, I make the crust with sesame, black and white, and I cook it very fast and not until the end. And at the top I have the cream avocado, which comes from avocado, olive oil, lemon and salt. And I put it at the top to have it this freshness all together. And of course I make it one crouton with a bread, and I make it a little bit fast in the pan. I give it one very good color, and in the top I make also this creme from avocado. Thank you very much. Welcome. Faleminderit edhe ty Artan dhe Naim që keni bëu të mundshme që Gjorgjo dhe Niko me qenë këto për tër muajin, sepse është muaji zviceran, kështu kemi përgatitur ushqime të ndryshme bashkë me Gjorgjon dhe me Nikon. Faleminderit gjithashtu që keni ardhur edhe ju sot këtu në studio. Mi provu bashkë ushqimet. Faleminderit që na therrët, kësi thirrje mundi me bo gjithmonë. Mos pritni që ju thojmë ju. Apo i provojmë pra? Po, filloj aty. Hajde, okay. Ja, për neve nuk janë treja këtu. Po, normalisht. Provoj. Like this. It's very delicious. I'll try this one too. Faleminderit, Naim. Ta bini kicelja. Mundeni me provu edhe ju dë. Po të lejmë ty një. Apo të pëlqen? Hajde dhe na tash s'po ta prishim. Fantastike. Gjithë shikuesit pra, vetë se e kanë recetën, po ju ftojmë me provu gjithsesi 2 pjatat, por edhe ato me bukën e premiumit sepse vë duket shumë e shishme. Ju ftoj me i provu sepse me të vërtet që Artani s'po din me undarë. Po, themi provu, du të me thonë, edhe në diska tani. Naim, edhe pse i ke provu, po që shpo do këtë tash në vend tjetër. Në Kosovë e kanë Gjithçka shimë më të mirë. Ka është pak muzikë, dhe. Po fluturojmë, sa. Artan? Top. Top. Very good, guys. Fantastic. Thank you. Thank you. Thank you. Very good Very good. balanced. Super. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë dhe keni ardhur në studion e Pasionit. Thank you so much, Nico and Gjorgjo. You're welcome. Welcome. Ne do i kemi çdo epizod, pra çdo javë Nikon dhe Gjorgjon deri në fund të muajit zviceran, sepse 4 epizoda kemi vendosur me i pas kështu muaj zviceran. Do kemi specialitete të ndryshme të përgatitura nga ta. Thank you again. You're welcome. Welcome. Faleminderit shumë Artan dhe Naim.
emisioni Pasion e Profesion, po besoj që tash jeni mësuar që çdo vit të shihni këto iftaret e organizuara nga korporata Podravka. Tepër mirë. Faleminderit shumë kompanisë ose korporatës Podravka. Falenderojmë Podravkën, e cila po duket se po bën 3 ditë. Këto iftare me organizu për pensionistë. Ne kemi përdorur supën e Podravkës edhe te shtëpia, e përdorëm vazhdimisht. Gjithëherë i përdor këto produktet e Podravkës. Sidomos Super, se fite vogël e gjithëherë ju përgatit nive supë Podravkës. Në këtë ambient fantastik, sonte do ketë edhe muzikë, do këndoj një këngëtar, do shihni edhe pas pak edhe atmosferën e cila do bëhet këtu bashkë me shoqatën e pensionistëve. E shikues të dashur, u rikthyem pas bllokut të marketingut, e siç ju thash edhe më herët, do e kemi një rubrikë të re. Pra, pjesë e Pasion e Profesion, nga sot do t'jetë edhe Arta Ahmetaj, një pastiqere shumë e njohur, e cila do na përgatis çdo epizod të Pasionit nga një recetë, pra nga një desert. E ne e shohim pra materialin për të zbuluar se çfarë deserti do e përgatis ajo sot. Përshëndetje, sot do të ndajmë me ju tortë me hurmë. Torta me hurmë është një tortë sesore, e cila përmban hurma, ara, miell, sheqer dhe çokoladë. Masës i hedhim mielin ngadalë. Procesi një pastë nga dihet dolcela. I hedhim arrat dhe hurmet. Pjeket në 200 gradë për 25 deri në 30 minuta, varësisht nga fura. Hedhim qumshtin dhe kremin pluhur nga dolcela. Pasi që torta është pjekur dhe mundemi me dekoru sipas dëshirës. Tortën mundemi ta presim dhe është gati për shërbim. Kjo është torta me hurme. Nëse e përgatitni, ju bëftë mirë. Ndoqëm pra së bashku edhe desertin e përgatitur nga Arta Ahmetaj, e tani është koha që unë t'ju them miru pafshim për këtë epizod. Faleminderit shumë Podravka, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Faleminderit shumë Base Agency, gjithashtu edhe të gjithë ekipën e Klan Kosovës. Dhe ne shihemi përsëri javën e ardhshme. Faleminderit shumë edhe ju shikues të dashur që gjeni kohë gjithmonë dhe na ndjesni. Po shpresoj që edhe ne po ju ndihmojmë shumë me receta të përgatitura këtu në studion e Pasion e Profesion. Ne shihemi përsëri javën e ardhshme. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.